Kjo është foto e parë. Ju jeni aty duke përkthyer presidentin Ramiz Alia. Është një vizitë historike në qershor të vitit 1991 të sekretarit të shtetit James Baker. Besoj keni kujtime të bukura nga ai moment. Kujtime të asaj periudhe, është e vërtet, unë jam i ri dhe fatmirësisht kam mbajtur shënime gjatë. Kam mbajtur shënime. Kam mbajtur shënime. Pse u caktuat ju pikërisht? Mas takimeve mbajta shënime. Po siç duket e kam bërë mirë atë lloj pune interpretariati. Interprete, jo përkthyes. Jo përkthyes, interpret. Është për këtë me gojë. Por shënoja më mbrapa dhe ish presidenti normalisht kur kishte takimet në niveleve të larta të thrisë. Më thrisë, thoshte të nderit Kostaj Çifliku, thoshte lajmëroni ti se kam takim filanor. Dy shkodran aty, njëri president, tjetri përkthyes i presidentit. Po është interesant një gjë tjetër. Që nuk është këtu se nuk ka lidhje me këtë fotografi. Kur erdhi për herë të parë në Tereza në Shqipëri. Po në 89. Po dilim nga takimi me ish presidentin. Ajo ishte në mes, Alia e kishte vënë krah djathtat, dhe unë isha në krah të majt në Terezë, po një gjysmë hapi mrapa. Po? Jo në një. Dhe në një moment ajo ecte me duar. Dhe në një moment ajo fliste diçka, në fjalë shqip, në dinte diçka. Po e tha anglisht. Ndaloi kështu dhe tha: "Jam e gëzuar që ndodhe midis një Ramiz dhe një Zef." Sa e bukur kjo. E tha këtë në anglisht e tha? Në anglisht. I'm very happy. I'm very happy that I'm between Ramiz and Zef. Wow. Për unitetin e fesë të kombit ton. Do të midis një muslimani dhe një katolik. Ju jeni katolik. Është unitet, ky komb ka një shtet e bukur, shumë e bukur. Tani, ju e pritët James Bakerin, besoj ju shit në Rinës. Si ishte asaj vizitë, në një detaj që nuk është thënë, sepse ajo ishte vizitë që u tani ka fundi. Kur u përcoll Bakeri në avion brenda ditës, herë dhe iku brenda ditës, më tha mu nuk kam pas në historinë time politiko-ekzekutive grumullim kaq të madh njerëzish për mua në të njëjtin shesh. Sa vite ishin shesh? Se di po diqi 500? Nga rruga e Durrës, nga La Praga, që vjen këtej, ishte dy një rruga, bllokohesh makina, disin njerëz para, nuk pyesin për polici, i bishin makina, nuk e ngritet. Donin të bënin një gjest. Ishte një manifestim i madh i cili ajo që është për të theksuar këtu nuk ishte thjesht që erdhi sekretari i shtetit, ish sekretari i shtetit i Amerikës, po ishte dëshira e madhe për të kapërcyer nga një regjim në një regjim tjetër politik. Edhe kjo dukesh hapur. Entuziazmi i njerëzve, këtë shprehtëm në thellësi, nuk shprehtëm shumë, domethënë ndoshta nuk kuptohesh në atë kohë tek njerëzit. Siç ishte ardhja e Amerikës, po vjen Amerika dhe ne do përmyset një sistem dhe do vi një sistem i ri. Kjo ishte në subkonsciencën e njerëzve. A thuhesh, as thuhesh, nuk thuhesh ndoshta me shprehje në këtë formë, po kjo lexohesh. Çfarë ka një detaj tjetër? Ju bizeduat vetë me James Baker? Patët rastin? Jo, në kom, midis takimeve. Ajo ishte, para këtij erdhi De Concini. Po. Dhe ishte senator. Senator ka qenë. De Concini me Tom Lantosh. Me Tom Lantosh. I kam shoqëruar të dy ato. Dhe ato kërkuan lirimin e të burgosëve politik. Po, kujtoj. I dhanë një listë. I dhanë listë? Ku e ke Izmailidis? Nuk e di. I dhanë një listë. Çfarë thua? Përmes familjeve, nuk e di, si nga OJQ, nga familjarë. Dhe Elez Bibera i ka kontributa? Edhe ai ka kontributa, po problemi është se edhe ai ishte në funksionin që kisha unë, përkthyesit, interpretit në këtë rast. Po këtu ishte Departamenti i Shtetit, që më dhanë ose Kongresi kur erdhi Lantoshi me De Concini, të lirohen burgosit politik. Përsëri kjo ishte një demarsh direkt që sistemi duhet ndryshu, mos i mbani këto njerëz për hir të politikës vjetër, ka ardhur koha të mbyllet kjo politikë, lironi këto njerëz. Kështu ishte. Ka qenë detaj shumë interesant kjo dhe ajo që është më e prekshme është entuziazmi popullor. Aty u banani. I shtrohen tapet kuq? Në aeroport kur në aeroport, rregulli ashtu është, ka aeroport ka. Po jo, ku gjet tapeti, ku kishte tapet kuq atë? Kishte protokolli me sigurisht në kohën e para 90. Jo, kur u futesh sheshë Skënderbej i shtruan? Jo, nuk mbaj mend këtë, nuk mbaj mend. Si gjade gjëra? S'mbaj mend. Pastaj shkoi në xhami, bëri një vizitë në xhamin. Po, në xhamin. Tani, një përkthim të Elez Biberit ishte Democracy Works.
Demokracia funksionon. Ishte përkthim korrekt? Korrekt. Korrekt. E kanë diskutuar me Elezin këtë. Korrekt. Demokracia funksionon. Funksionon. Demokracia funksionon. Ishte korrekt. Përkthim korrekt. Po. Është vështirë të thuash që ta perifrazosh frazën. Ta njësosh. Anglisja është gjuhë sintetike, ta njësosh. Shkurt. Po në shqip tingëllon mirë është korrekt. Demokracia funksionon. Presidenti, bëri një gabim në fjalën e tij që ti duke e përkthyer, duke e interpretuar, jo përkthyer, bëre në një lëmim, në një rregullim, në një ajustim? Si ishte thjesht ajustim, ishte mënyra si paraqiste Reizi ky Ramizi në atë kohë fenomenin që ka punon në Shqipëri, ishte më rrëmullako, më latume. E thoshte qëndrimin politik të shtetit të komunist përpara, po e thoshte në formë të tillë që të mos ishte shumë bim, nuk ishte ashpër, nuk ishte ekstrem. E rrumullakoste që t'jepte përshtypjen që unë edhe dua dhe s'dua, po s'ka shumë. Edhe dua dhe s'dua. Ashtu kishte Ramizi. Edhe dua dhe s'dua. Fikse, ke thënë fikse edhe dua dhe s'dua. Është vështirë. Po situata ka qenë e tillë, do të njishi. Foto tjetër. Ti kalojmë shpejt, kemi disa foto. Tani, jam unë gabim apo ky këtu je ti apo jo? Jo. Tani, ju keni punuar në radio? Po kam punuar radio. Shokët e tu, kolegët e tu. Aty është Bekim Fëmiu. E pash. Sa vjet punuar në radio? Radio Tirana? Unë kam punuar nga 75 deri në 85-ën. Pastaj shkoj herë pas here bëj një emision grupëtritje se gjithmonë me radion e jashtme. Radion e jashtme. Ju keni mbaruar për gjuhë të huaj? Gjuhë të si shqipe, dhe angleze. Pastaj bëra edhe drejt ndërkombëtare më vonë kam bërë. Si gjuhë si shqipe dhe angleze? Dy fakultete? Po atëherë ka qenë bashkë. Kanë qenë bashkë. Diploma e asaj kohe ka qenë për gjuhën shqipe dhe angleze, gjuhën të si shqipe dhe angleze. Çu ka qenë atë kohë? Ky ka qenë këtë fotoreporter, ky kameraman. Cili ka qenë? Ky Gaspar ai Çobani. Po. Agron Çobani. Ke gjithë ata të njohur këtu, Alfons Gurashi. Alfons Gurashi e pash, fillim. Kolegët e tu. Cili ka një lajm që ti te radio jashtme e ke dhënë që ka mbetur në mendje? Është pak për të qeshur. Po më trego. Më ka mbetur në mendje një gjithmonë në radio speakerat kishin nga krau tjetër vëzhgusin. Vëzhgus ka qenë nga krau aty ku ishte pulti i inqizimit. Domethënë unë lexoja tekstin anglisht dhe vëzhgusi shifte me shqip a është korrekt anglishtja apo jo. A përkohet 100%, kur është përkthyer teksti është 100%. Dhe ai mund të ndalonte, se emisioni s'ishte direkt. Emisionet e radios jashtme nuk ishin direkt. Dhe kujtoj në atë kohë ishte një lajm 2 speakera. Speakerja grua ishte një me origjinë armene, shqiptar armene, ishte nga Anglia, Eni, grua e moshuar, e cila kishte dhe zënë shumë mirë, fliste shumë bukur, pinte cigare, edhe kishte zërin nga kordat, nga nikotina. Edhe fillon një lajmet boshin, një ti, një unë, një ti, një unë. Edhe lexoj lajmin e dytë ajo, kur lexoj lajmin e dytë apo tretë, ishte ai nga krau tjetër, nga vëzhguesi, tha, ndërprite, ndroni radhën e leximit, tha. E jepja ti gjithë, më tha mu, e jepja ti çfarë ke lajmet, jepja Enit, të merrni çka ka Eni, lexoj ti. Edhe në një fillon ajo e para fillova unë i pari tash. Mbaroj lajmet, lexoj, mbaroj emisionin gjysmore, dolem jashtë dhe i them unë këtij vëzhguesit që preng zhupa quhesh ai. Preng zhupa. Nga do të shkollës fullsi dikur. Edhe po dilim nga radio, ishte ora darkë masditë, darkë ora 8:30, darkë, se i thash, pse ndrove radhën e lajmeve? Çfarë ndodhi? Tha sepse lajmi që lexoj Eni, e lexoj emrin kryetari presidiumit të Kuvendit Popullor Haxhi Leshi. Se nuk e thonë të lën dot. Se thoshte dot ajo. Shqiptonte të l. Gërmën. Do vini letër, tha, që keni ndru kryetarin e Kuvendit Popullor, tha me një l me 2 l. Lexoj të do më kapin mu pse keni ju. Shumë bukur kjo. Haxhi Leshi. Nuk thoshte Haxhi Leshi. Shumë kujtohet. Shumë e bukur. Foto tjetër. Ju keni një aktivitet këtu, jeni me... Këtu është Cyrus Vance dhe David Owen, kur Vance u caktua nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s për të ndryshuar Lord Carringtoni, që ishte kryetari i konferencës për Jugosllavinë,
emiratuar nga Komiteti Evropian dhe emiratuar në konferenca e Londrës 92-shit. Kur ai dha dorëheqjen vazhdoi forumi i Unionit, por Vance dhe David Owen që u caktu, mas atij tha plani jon ka vdekur. Ka vdekur. Foto tjetër? Këtu jam me të ndjerin Bujar Bukoshi, Kam pasur fatin të është Alush Gashi dhe Abdyl Krasniqi, është në një qoshe. Kemi qenë këtu në konferencën e Londrës në gusht 92-shit. Po. Kam pasur Ka fatin qenë një nga ditët e para konferencës, një ditë para konferencës apo një ditë mas konferencës direkt, është kjo fotografi. Foto tjetër? Ky ka qenë kryeministri i parë i Kosovës. Po, kryeministri i parë i Kosovës. E kam intervistuar zoti. Ka qenë shumë njëri i mençur. Shumë mençur. Si ai, si presidenti Rugova, ish presidenti Rugova, shumë mençur. Njohin si titullar të institucionit Rugovën, po ky ishte kryeminist. Ky zbatonte jashtë veprimet e qeverisë. Është shumë gjithë politika ndërkombëtare është bërë me këtë dhe takimet e mia me të kanë qenë pothuajse çdo 2 deri në 3 javë. Ju jeni këtu me ministrin e jashtëm Alfred Seregji dhe Gjezarit Zaganjori? Zaganjori në Londër përsëri në konferencën e Londrës. Zaganjori ishte ambasador në Bonn. Ai ishte në Bonn. Atë kohë erdhi për të marrë pjesë. Unë isha në Vjenë dhe shkova për të marrë pjesë. Antar në delegacion. Foto tjetër? Ky është këtu është ambasadori austriak Martin Vukovic, që ishte zëri më i madh nga miqtë e afërm të Shqipërisë evropian për çështën e Kosovës. Këtu është Darko Bekic, ish ambasadori i Kroacisë, këtu në Kratmajt jam unë. Po ky ishte kryesori për të nxjerrë pa. Ky është Martin Vukovici, që ka luajtur atë rol aq të madh në atë kohë. Foto tjetër? Me Ali Spajin. Me Ali Spajin? Këtu jam me Ali Spajin në Asamblenë Parlamentare, ose bëhet shkurt. Çfarë detyre kishte Ali Spajin në atë kohë? Ishte në Parlamentin e Shqipërisë. Kryetar Ishte antar i delegacionit shqiptar në Asamblenë Parlamentare. Ishte një burr shumë i kujdesshëm, shumë i mençur, shumë i avashtë dhe në të tilla mbledhje që shefi parlamentar, të gjithë delegacionet e parlamenteve në Asamblenë Parlamentare merreshin me vete ambasadorët e tyre atje.